Duke qenë se konsumatori në momentin që nuk ofrohet transparencë, nuk njoftohet, normalisht do vazhdoj të bëj këto blerje. Por në fakt çfarë ju shkaktohet? Qoftë rasti i pesticideve në trupin e shëndetin e konsumatorit, por edhe në rastin e salmonelës. Sa i rrezikshëm është? Salmonella në fakt shenja tipike të para kanë problemet helmimet ushqimore, problemet alimentare, problemet me diaren, me dvjella edhe kështu me radhë. Kalimi i tyre pastaj në qarkullimin e gjakut normalisht nxit problematika të mëdha. Pra, mund të kalojnë 3-4 ditë, 5 ditë me shenjat që unë përmenda më sipër, por mund të kalojë edhe me 5 ditë apo 1 javë në spital për arsye të kalimit në qarkullimin e gjakut. Japin temperaturë të lartë, prekin cipat e trurit meningitet, shkaktojnë probleme me artritet, pra japin dhe pasoja afatgjate në organizëm, kur ato rrisin influencën e tyre brenda trupit njeriut. Ndërsa rasti i pesticideve normalisht ne dëmtojmë organet jetike siç është mëlçia, veshkat, gjëndrat endokrine dhe kështu me radhë. Pra shkatërrojmë gati sistemin e organeve njerëzore për të cilët janë vitale për vazhdimin e jetës. E thënë ndryshe, ekspozimi ndaj çdo lloji preparati ka një ndikim sado të vogël negativ në organizëm. Madje edhe preparatet kur ne i marrim për të shëruar, bëjnë dëmin e tyre minimalist, pavarësisht se problemi në të cilët ne i marrim është më i madh nga dëmi që ato japin, pra raporti. Kështu që ekspozimi ndaj preparateve, pesticideve, medikamenteve veterinare apo ngarkesave virusale apo biologjike në organizëm, normalisht ne rëndojmë trupin e njeriut, ne rëndojmë fizikun, ne rëndojmë edhe cënojmë sistemin imunitar të njeriut dhe pastaj ne ekspozojmë nga vetë infeksioni apo smundje, por hapim portat pastaj edhe për infeksioni apo smundje tjera sekondare. Dhe kjo në fakt e bën që siguria ushqimore të jetë e barazvlefshme edhe me sigurinë kombëtare. Ne po flasim për rastet cilat Shqipëria është kontaktuar gjatë eksportit apo kur ka ardhur laboratorët tanë kanë kapur, por mos harrojmë që Shqipëria ka qenë për shembull ekspozuar ndaj sulmeve kibernetike nga një shtet armik jo dashamirë si Shqipëri, siç ka qenë rasti i Iranit. Tani lufta biologjike është luftë që njihet botërisht. A kemi ne kapacitete të mbrohemi në këtë luftë biologjike? Ndoshta dikush nëpërmjet miellit, mishit, do të dëmtojë, po themi ne, shtetin e Shqipërisë në këtë rast. Ndaj edhe siguria ushqimore lidhet ngushtë edhe me sigurinë kombëtare. Pra nuk është një temë se na dolën ca piperka me pesticide apo se na doli një lot me salmonel. Ne në këtë rast shohim reagimin e institucioneve në kohë. Pra shohim vigjilencën, shohim gatishmërinë, shikojmë sistemin dhe provokojmë sistemin. Këto raste sporadike provokojnë dhe sistemin për të parë sa i gatshëm është në një sulmi nesër edhe të qëllimshëm.